NATO nuk kishte asnjë rol në procesin e konsultimit në lidhje me deklaratën për forcimin e bashkëpunimit të mbrojtjes, e cila u nënshkrua pak ditë më parë mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Kështu ka thënë për të përditshmen malazeze Viesti, një zyrtar i NATO-s i cili nuk deshi të identifikohej me emër. Duke u përgjigjur pyetjes se si e sheh marrëveshjen Aleanca Veri Atlantike, antarë të cilës janë dhe Shqipëria dhe Kroacia, dhe nëse nënshkrimi i dokumentit tregon dobësim të besimit tek Aleanca, ai thotë se deklarata përfaqëson një marrëveshje trepalçe midis Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Ne jemi njohur me të, por NATO si organizat nuk është pjesëmarrëse në të, prandaj nuk ka asnjë rol në procesin e konsultimit. Për çdo koment shtesë lidhur me këtë drejtojnë institucionet e Kosovës dhe të autoritetet e Shqipërisë dhe Kroacisë, tha zyrtari i NATO-s. Ky zyrtar thekson se Shqipëria dhe Kroacia kanë kontribuar për stabilitetin rajonal në Ballkanin Perëndimor për shumë vite, duke përfshirë dhe angazhimin e tyre në kuadër të misionit të NATO-s KFOR në Kosovë. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan marrëveshjen më 18 mars në Tiranë gjatë një vizite të ministrit Eyüp Maqedonci dhe atij kroat të mbrojtjes Ivan Anušić. Deklarata, siç u tha nga ministrit përkatëse të mbrojtjes, thekson rëndësinë e një përgjegjësie të përbashkët ndaj sfidave të sigurisë, kërcënimeve hibride dhe rrezikeve të tjera që mund të rrezikojnë stabilitetin e rajonit.